Atëherë mirëmëngjes, këta janë 6 banorët që do shkojnë janë në televotim më sakt për të shtunën. Pra njëri nga këta, njëri nga Rogerti, Miri, Mateo, Juela, Artani dhe Arditi do lërë shtëpinë dhe do shkojnë në shtëpi vetë shtunën. Tani Stenaldo, si një lider i zgjedhur nga publiku, ju e pat që kishte mundësinë, pra kishte avantazhin që të zëvendësonte një të nominuar me një të panominuar. Tani, çfarë bën Stenaldo? Stenaldo heq Malin, i cili ishte i nominuar nga banorët, dhe fut Mateon. Pyetja është, a bëri mirë apo bëri keq Stenaldo? Tani si shok, bëri shumë mirë. Sepse po të mos e kishte hequr, do kishim thënë neve, ma ky Stenaldo si sa hoqi shokun e vet, si nuk e shpëtoi shokun e vet. Ama si lojtar, për mendimin tim ka bërë një gabim taktik. Pse? Ta shpjegoj unë. Që në momentin kur Stenaldo hoqi Malin pra në dhomën e rrëfimit, ai u shpreh në këtë formë. Tha, unë do ta heq Malin sepse s'dua ta rrezikoj Malin. Që do të thotë, ai e ndjente Malin të rrezikuar në këtë televotim. Pra, Mali ishte i rrezikuar nga Miri, nga Rogerti, nga Juela, nga Artani dhe nga Arditi. Dhe në këtë formë ai e mendoi Malin një lojtar jo të fortë, ose një lojtar të dobët. Madje këtë ja tha dhe Mateo në darkë, i tha që shiko ti ke heq Malin, ke fut mu, sepse ti e konsideron lojtar të dobët Malin. Në fakt, taktikisht kështu vjen. Pra, vetë Stenaldo si lojtar kishte frikë se Mali si lojtar nuk është aq i fortë sa për ta kaluar këtë televotim dhe bëri këtë zëvendësim. Nga ana tjetër, unë mendoj se Stenaldo nuk e ka lexuar mirë lojën, sepse në këtë televotim kemi një Arditi, i cili ka më pak ditë në shtëpi dhe është më i rrezikuar nga të gjithë. Dhe nëse ti nuk e konsideron Malin të paktën më të fortë se Arditin, atëherë ose nuk di të lexosh lojën, ose vërtet je i trembur për Malin. Unë nuk e di se si e shihni ju, po unë kështu e kam parë. Sigurisht ajo do diskutohet dhe Prime-in e kaluar, do jepet si klip dhe nuk e di se si mund ta marr Mali këtë. Mali i ka thënë disa herë sido që ta kish bë për mua është okay, por kur ta dëgjoj këtë të shprehur nga Stenaldo duke thënë që nuk dua ta rrezikoj Malin, unë kam përshtypjen që do ketë një reagim ndryshe. Sepse unë po t'isha në vend Stenaldos, nuk do ta shikoja Malin fare të rrezikuar në këtë televotim. Dhe s'kisha pse të fusja Mateon. Tani, ai ja ka bërë akoma më të vështirë rrugën Arditit për ta kaluar këtë televotim. Ç'është e vërteta.